Çka ndodh? Ne mund të vërtetojmë nëpërmjet gjuhës shqipe se i gjithë para antikiteti nëpërmjet shqipes së sotme dhe më saktë nëpërmjet bërthamës së shqipes që është tabela e embryomorfemave, ne mund të zbërthejmë gati të gjitha fjalët e gjuhëve indoeuropiane, të zbërthejmë ato dhe të tregojmë botës se si janë krijuar ato dhe ç'kuptim kanë. Prandaj gjuhësia klasike sot nuk i futet brenda fjalës, jo se nuk mund t'i futet. Nëse do t'i futet brenda fjalës, atëherë botërisht do t'u duhet të pranojnë që shqipja është origjina e të gjitha gjuhëve indoeuropiane. Kjo është pak e rëndë që të vërtetohet se shqipja ka pasur hierarkinë në fushën edhe të kulturës edhe të historisë. Çka ndodh? Ju e dini që në familje të mëdha kur fillojnë që ndahen, sepse mund të kesh 10 djem dhe babai mban atë të voglin, ndahet dhe pasuria. Pasuria e përbashkët e para antikitetit është e madhe. Dhe nuk duan t'ia lënë djalit të vogël popullit shqiptar, që ka trashëguar atë nga ajo kohë. Dhe për të mos ndodhur kjo, çfarë ndodh? Duke u hequr shqiptarëve gjuhën që kanë, barazohen të gjithë popujt e tjerë për të pretenduar pasurinë e para antikitetit. Kjo ndarje e kësaj pasurie të madhe kulturore, natyrisht që ne jemi një popull tashmë i vogël, por gjuha jonë ka qenë gjuha më e stërmadhe në botë.